Dhe jemi këtu te pjesa e Lenës pas një rrëfimi prekës emocional e shumë motivues nga Labinot Azemi, tashmë kolegi yni gazetar I cili për të mëri tek ëndra e tij ka kaluar shumë çka. Në detaje të shkurta u mundu me I prek disa prej momenteve më të rëndësishme. Unë juftoj që intervistën e tij të plotë ta ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook, në YouTube, në Instagram, në TikTok, në webfaqen në portalin Familja Jon. Në ndërkohë paralajmërova që do të flasim me Lenën, si gjithmonë kujdeset që edhe kur na kënaqem me ty hëngra me na I bombarduat ushqime. Mirë se erdhe Lenë. Domethënë ke vendosur me myt baklaven. Që kom thënë se për çdo gjë ka zgjidhje të natyra, kështu që na kalon me hongër një ditë baklav. Po. Megjithëse na lem të kemi tradhtu, përmes me I gjuajmë ëmbëlsina, të thash edhe më herët, hajt mos t'i gjujmë, kemi hongër edhe ja 3-4 ditë. Keni vazhdu me hongër dhe po vazhdoni. Kështu që për ata unë duhet me mendu çdo herë. Çdo herë për neve dhe do të përgatitesh një detox, kështu goxha eliminues. Po, fix, një detox, një pije hidratuse, realisht po mundona pasi që jemi pranverës, edhe pse koha nuk është që është në favor tonë, nëse po na jep atë lezetin e pranverës, po sido që tjetë na e një veten që jemi në pranverë, ja kena nisë edhe ngjyrat me ndru kështu. Në përgjithësi, por realisht është përveç asaj që kemi bu ngarkesën gjatë fejsës, normal kemi pas ndryshimin gjatë Ramazanit, është ideale që më pranverë me mendu pak për imunitetin të pas parasysh që natyra fillon me na ofru fruta ka pak, perime, të cilat janë të nevojshme për këtë kohë, të pas parasysh që për shembull në boshe, të babi ku morë spinaq të freskët, ku morë mençeve ca ka dal, edhe ku morë magdanosin. Do më thonë, veç kanë fillu ato sallatat, kanë fillu disa prej perimeve që I kemi të nevojshme për këtë kohë. Unë sot kisha dash pak disa këshilla të vogla se qysh na me ngrit imunitetin pranverë, qysh më përgatit na gjithashtu edhe në trupin tonë për verë. Kështu që disa këshilla sa do të vogla. Unë çdo herë e them pijen hidratuse për arsye se edhe vetë, po edhe shumica njerëzve në këtë periudhë kom pas ankesa që po harrojnë tash me pi ujë. Po, shumë e vërtet. Edhe hidratimi është shumë I rëndësishëm, po. Sidomos nëse kemi e teprojmë me sheqer dhe kemi tepru këto det, edhe nuk marrim ujë mjaftueshëm, ti dehidrohesh. Edhe kam pas shumë probleme edhe me kokëdhimbje që më kanë lajmëru, edhe me lodhje, edhe me plagështi, normal për shkak ndryshimit se secili trup son ndryshim. Po kjo puna ujit është ndonjëherë se tash ditën nuk është që të pëlqen. Edhe kjo është një barrierë që na duhet me ndru që nëse veç për shembull tash fillon mos me pi, atëherë ka më në orë kriza edhe gjatë verës se bëhet si lloj shprehje që harron me pi. Tash unë kisha dashur me bëni një këshill që sa herë kena diskutuar këtë punën e ujit hidratus, po na apet nuk nolën ato e diskutuar, do të thënë shtëpitë e juve me nxez, drekë, darkë, për ata që do të thënë e preferojnë nuk guxon me mungu ujë me kanel, për personat që kanë sidomos diabet ose smundje kronike ose me smundjet metabolike është shumë e rëndësishme sepse e neutralizon, do të thonë nivelizon sheqerin në gjak. E përgatitin mbrëmje dhe marrin punë me vetë gjithë ditën. Po edhe mundesh kjo pije mundet po përgatit edhe ndaj deri në 3 ditë. Do të thonë e përgatit ose në kushtet temperaturë domës nuk preferohet mu pije ftoftë. E kena thënë që uji preferohet më thëmë maksimumi 10 gradë, temperatura sa ma e naltë është edhe ma e mirë. Më thëmë karanfilin për antimikotek, antioksidant, vetite veta që I ka. Në këtë rast për shembull shfrytëzojmë me shtu edhe xhenxhefilin, është një pije hidratuse që I ndihmojmë trupit me më thënë me pas shije për ujë, edhe na motivon për shkak për shkak shijes. Nuk është të thonë krejt ta përbës me shtu që pishtojone. Po sipas dëshirës, rëndësishme është baza me qenë diçka prej tyne, e kupton, për shembull menta, tash edhe është e freskët edhe me dash me blej nuk është për shembull që kushton për shkak që është sezonale, muj me shtu magdanozin, edhe normal për shembull në limonin, një sasi të limonit të shfrytëzoj për me bo smoothie që kena me bo sot detox, një sasi e shtoj të ujë. Në ndërkohë, derisa Lena përgatitet për me përgatitet edhe smoothie si detox, mos harrojmë që edhe ju që jetoni në banesa dhe keni atë ankesën që s'kemi vend për me pas bio këto produkte, në një taz lule, mund të mbjellni një ment, një magdanoz, edhe ta keni quaj në çdo ditë ta nukni nga një fletë. Shtëpie, po. Është, kështu e kam praktikuar gjatë kohës sa kam qenë banesën. Edhe është diçka që shumohet shumë shpejt, po. Saktë, e përdora ja shumohet.
Ndërkohë përveç ujit që e përmende, ti po përgatit një smoothie detox që rekomandohet të pijet në esull, apo? Po, rekomandohet esull, po për ata që kanë problem me aciditet, mund me pi një ujë kështu esull, pastaj pak ma vonë, si lloj vaktit mëngjesit, për arsye se në këtë periudhë pasive që kemi bu më thonë, kemi qenë agjerushëm, mirë është me ndru shprehit, për shkak me preferu në këtë periudhë për me tamam mi arrit ato vlerat që dojmë, ose ata që dojmë për shembull dhe me menaxhu peshën, është mirë me vazhdu me fasting, për shembull mos me hongër mëngjesin deri në orën 12, gjatë kësaj periudhe për shembull deri në orën 12, në orën 19, kur ka uri, mund me marrë një smoothie tillë. Po. Tash këto fletat e limonit që i kemi prej në këtë formë, i shtojmë te uji që edhe mos miqojë. Ndërsa pjesën tjetër e kalojmë të smoothie. Po e shohim që smoothie Lenë po e përgatit komplet me produkte të gjelbërta shumicën. Pse? Për shkak të klorofilit, edhe kom shtu limonin, për shkak që limoni përthithë edhe hekurin, që përmban për shembull spinaqi, edhe realisht e kemi thënë sa herë që ajo që na duhet natyra na ofron. Këtë periudhë kemi mas modë të gjelbërtat për shkak të klorofilit, i cili ndikon imunitet që përmbajnë kryesisht perimet të gjelbërta, ndikon tretje që është shumë e nevojshme në këtë periudhë për arsye se dim që gjatë dimrit kemi konsumuar më shumë yndyrna më shumë, ushqimet konservume, edhe na vetë kemi referu frutat e thata, mi përdor meny tona për arsye se nuk i kemi pas prezencë, e baza e krejt smoothie është selino. Tregona pak më shumë për selinon. Është goxha e rëndësishme të jetë pjesë edhe e supave, edhe e gjellave, edhe e çajave. Vetëm në rezistencë që e kom pas të selino për me përdor, ka qenë çmimi. Po, është thjesht trajtë për që ata po pritoj me morë. Realisht, kur e menon një selinon si kjo, mundet me kushtu maksimumi 3 euro, që i bjan në mëngjes një smoothie tillë, hajde që për 3 ditë 4 euro 5 po të kushtoj ka, i bjen sa 2 kafe, 2 ditë me një çokoladë. E ka vendosur me na nol kafen. Jo, absolut, për ata që dojnë, i ka dhe kafjave ti të veta, po seriozisht u pajtona me ato që është shtrajt me tu shëndetshëm, se një që kështu 2 deg selino, mjafton nështë 2 ditë del kjo, ose për 2 persona. Kështu që kjo selino del një javë për me përdorë. Po mund të përdori në salata, mund të përdori në supa, mund me përdori në supë, mund të hani kështu të freskët. Me ongër të freskët, më varet që ju pëlqen shija. A ruhet selino në frigorifer, Lenë, kur e blem? Nuk ka nevojë me rrugë frigorifer, se edhe ashtu qëndron, se flerim pak ma gjatë. Kështu që nuk ka nevojë me rrugë. Ka vetit jashtëzakonshme, sidomos sistemin tret. E dim që, më thënë, sa shumë e kemi ndëgju këtë punën e detoksifikimit, kështu që në këtë rast kjo i ndihmon organeve për mu detoksifiku, se s'është na kena me bu mrekulli, sepse organet e bojnë funksionin e vetë, po të pas parasysh që na jemi të ndihmu të marrë toksina, edhe nuk kemi të ngërë mënyrën e dur, atër kjo është një zgjidhje ideale për më ndihmu kryesisht melçisë dhe veshkave, që në kupton këtë rast që i largojmë toksinat e tepërta prej melçisë, të njëjtën kohë për shkak që ka veprim diuretik, i largon edhe, më thënë, toksinat përmes urinës që zakonisht funksioni i veshkave tash është ka nevojë pak më shumë mu detoksifiku. Kjo është arsyeja pse preferova edhe pijen hidratuse, për arsye se vetit diuretike të selinës dojnë pak më shumë ujë për me pi gjatë ditës. Kështu që kjo është arsyeja pse preferova edhe ujin këtë formë para se me fillu. A mund ta përdorin selinën të gjitha? Ka ndonjë smoothie kronike e cila penalizohen nga selino? Selino ndihmon edhe tek alergjitë e sezonës, për shkak që e ngrit imunitetin, po është atë personat që kanë alergjin polen, duhet me pas kujdes te selino ose me vrejt me përdor të vetë me selino, për me vrejt apo kanë reaksion se din me pas kryrje të gjuhes edhe fytit, din me shkaktu skuqje. Te këta persona duhet me pas kujdes, ndodh që nuk reagon, po në disa raste, domethënë sipas studimeve ka reagu, kështu që duhet me testu. Andaj shtojmë spanaqin për hekurin, për fibrat, për folatet, që i përmban, dhe spanaqi është i freskët. Hala bilesas nuk o rrit një thushëm. Baby spanaq. Po bash, baby është hala. Edhe magdanoz. Po, edhe magdanozen. Tash si pas dëshirës, nëse vetë që dojmë pak ma shija me qenë pak ma e but, atë shtojmë kastravec ose mollën e gjelbërt.
Në këtë rast përshtoj mollën e gjelbërt, kastraveci mujna me shtu të pija hidratuse. Me që jemi lente molla e gjelbërt dhe këto ditë ka gjenë kogja e përfolën për ata persona që mbajnë dietë dhe pas dite e kanë si snack një mollë. Jo çdo mollë është dietale. E vetme është molla e gjelbërt që nuk përmban sheqer, do të thonë ka indeks glikemik të ulët, se për shembull molla e bardha, më e bardha ka sasi më të lartë të sheqerit, kështu që kjo e stimulon prodhimin e insulinës, se në këtë rast kjo është e preferueshme edhe personat që janë me dietë, persona diabetik, ata me hipertension ose ndonjë varet prej. Pra, dashurmiq, molla e gjelbërt rekomandohet në raste të tilla, sidomos ju që jeni me diabet ose ju që të cilët jeni në një dietë strikte dhe keni nevojë për një snack në mbrëmje. Molla e gjelbërt është ideale. Sa rekomandohet mbajtja e lëvorës mollës, sepse shpesh e largojmë? Normal, këtë bioflavonoidet, fibrat, janë kryesisht të lëvorja mollës, është mirë me pastru mënyrën e dur, me sasi mjaftueshme të ujit. Najherë për shembull jo shumë gjatë, nëse veç, sidomos nëse s'është shumë i sezonës perimet, unë me një enë të madhe, i shtoj ujë, temperaturë dhomës prej qeshmes, dhe shtoj pak ufull molle, po jo shumë. Ato që du mi përdor me njëherë. Më thonë, jo mi pastru edhe mi rujt. A ju gjellet aroma e ufullës? Jo, absolut. Për shkak që nështë 2-3 litra me një filxhan vogël ose 2 lugë ufull i pastroj me njëherë edhe i largoj. Se normal që njëjtë sikur lëkurat, që përmes lëkurës edhe që shhajem, i marim këtë lirat të shqysë, njëjtë është edhe frutat të perimet që prej lëvorës mundet me marë uflen edhe me kriju aciditet ose që apë dion, për ata preferohet që para se me përdor. Deri sa ta pastrojsh, 5 minuta, deri sa e pastron. Ta shështojmë ujnë si pas dëshirës, për shkak për me rritë vlirat e kësaj, muj me shtu edhe kefer, për mi marë vlirat probiotike, po në këtë rast unë e zgjedha me bu me ujë që mos m'ja prish ngjyrën. Edhe, më thëmë pa e pas edhe një antioksidant tjetër edhe një super kështu ushqim ose super vlerë pa jep, unë nuk moj. Kështu që në këtë rast e kom përzgjedh spirulinën, edhe mi jep vlerë edhe ngjyrë, të pas parasysh se si algë vetit e saj që i ka. Më thënë, përmban shumë minerale, vitamina, ka sasi tekri, ka proteina, edhe është shumë e rëndësishme, sidomos në këtë periudhë që kemi ramjet imunitetit, po edhe jemi të prime me pas, më thonë, predispozit për alergji, edhe pse mendoj që halas është taj piku, sepse s'ka fillu mund të koha. Po, ndërkohë spirulinën ta theksojmë që jo të gjithë mund të përdore. E vërtet, sidomos persona që kanë probleme me tiroide, hipertiroidizëm, nuk preferohet me përdor ose sasi shumë të vogël, për arsye se përmban sasi të lartë të jodit, edhe kjo ndikon negativisht, edhe persona që kanë alergjin në produktet e detit, në alga nuk preferohet. Dhe shkojmë me smoothin. Po. Dhe gatshme. Ata cisëm të kjo se na shetë në gjyra, më falë. Po, për të në gjyra. Unë e kam gotën time. Okej. Fantastike. Masive që kemi edhe gotën e klinikës gjermane, kjo pije përmbajnë edhe beta-karoten, që është shumë rëndësishme edhe për shëndetin e syve. Fantastike, kjo një informacion shumë rëndësishme. Gjithmonë edhe karota rekomandohet nëse nuk e bëj. Po, për shkak që përmbajnë beta-karotena shndrohet në vitaminën O në trup edhe ndihmon në shëndetin e syve. Shëndet, e vërtet. Kjo nuk kupton që ne mund të kujdesim edhe për shëndetin e syve tonë me produktet e tilla, të lehtësojmë vetes edhe gjendjen tonë, por me që e përmendi Lena, që të kemi kujdes të shtuar dhe profesional, gjithmonë duhet i besojmë klinikës gjermane të syrit, sepse janë profesionistët më të mirë në vend, me pajisjet më të avancuara teknologjike në trajtimin dhe shërimin e sëmundjeve të syrit. Shumë mirë që ma kujtove, Lenë. Hajde po e provojmë. Lopëm me ne që është Ramazan. Kjo është arsye.
shumë e sheshme. Edhe ka por shije, ata që kanë probleme me aciditet, ndoshta limonin ma pak duhet ta përdor. Ma pak muj me shtu kastravecen, ose moll pak ma shumë. Pse jo, pak sasit mjaltës, po nësë është me zvakte, jo nëse doj me bo dietën fasting, me vazhdu agjerimin, atër jo mjalt. Po për shembull për persona që dojmë për shembull në ora 12, para se me fillu me mëngjesin, ose gjatë ditës për me ndimu në tretje, muj me përdor edhe mjalten. Këtë rekomandohet ta pinë si shujtën e parë, me që rekomandove fasting të pak në deri në ora 12, kjo le të jetë diku rreth orës 12, ndërsa ujin mund ta pinë sapo të zgjohen. Një ujë detox të cilin mund ta përgatisin në vonë. Deri 300 ml. Jo domosdoshmërisht me këto produkte, mund të përgatisin edhe vetëm me limon ose vetëm me troll. Po, shumë e rëndësishme për shembull dhe ufulla mullës, dhe çdo herë vlen me theksu, se këto janë krejt individuale dhe kjo është arsyeja që na çdo herë ndikojmë të shprehit edhe çdo herë flasë dhe them që duhet me bu dieta, plane ushqimore individuale, nuk është të thonën pa tjetër me qenë të nutricionisti ose të dietologu, ata që kanë mundësi me bu vetë, s'ka ndonjë problem shëndetësor ose s'ka obezitet ose s'ka nevojë me shtu pesh, atëherë muj me bu një regjim, sidomos tash pas Ramazanit, që veç e kena kuptu që na muj me bu disiplinë dhe shprehit mira, muj me bu një regjim ushqimor, për shembull, që kam indimu që me qenë ma vital, me pas ma shumë energji, të pas parasysh se tash ditave që është zgjat, aktiviteti ditor në rritë domosdoshmërisht për shkak të edhe ditës, kështu që na duhet një trup ma vital edhe ma energjik edhe normal që me ndikun shëndet që edhe gjatë verës, po të njëjtën kohë, më thom i bu krejt hapat sezon pas sezone, mendoj që kjo është koha ideale për ata që dojnë me fillu të njëjtën kohë edhe me vendos me bo një regjim të mirë ushqimor ose një plan ushqimor ose një regjim kështu të tillë. Nuk është të thënë që çdo herë preferohen detoksat edhe nuk bën me marr ashtu që na po duhet me investu, me bu, me përgatit, 2-3 muaj brenda vitit me investu. Nëse veç ke agjeru e ke majt mirë Ramazan një ushqim shëndetshëm, vyn edhe 2 muaj tjera edhe ti ki me qenë okay gjatë. Sikur çdo shprehi tjetër, për shembull si çdo suplement që preferohet nëse s'ke ndonjë problem shëndetësor. 3 muaj edhe normal që buon ato depot dhe du të me lon vetë trupin që me kry funksionin e vetë. Këto 3 muaj janë shumë të rëndësishme me ndimu trupit që mu detoksifiku edhe të njëjtën kohë me arrit aty ku po dojmë të shëndetit, të pesha edhe të më thonë çdo gjë që po dojmë arrit. Dhe gjithsesi nuk po flasim vetëm për humbjen e peshës, po flasim edhe për shëndetin e përgjithësi. Edhe imunitetin në radhë të parë. Këtë periudhë. Vlen edhe për fëmijët smoothie që e përgatite, mund ta përdorin? Varet prej moshës, se nuk e di sa kam një pëlqyeshia, po selino po më mbi moshën 1 vjeçare mund të përdor pa problem, sasi të vogla një herë me testu. Edhe tani varet, se nuk është që është ushqim që është shumë i testuar te na, e kështu që te fëmijët është mirë ka pak me gradualisht me pafu. Lena, faleminderit shumë për këshillat dhe për 2 receta të cilat na jap, sidomos për smoothien që është me të vërtet një boost i imunitetit tonë në këto sezon pranvere kur fillojnë qerat gripe, sepse i kalum disa. Faleminderit shumë edhe një herë. Nuk toj milion me na ardhë. Do mi për andalu. Që që veç ka duhet është me na ndëgju. Do të përpiqemi. Mirë jemi. Do të përpiqemi. Faleminderit shumë Lena edhe një herë. Kemi qenë dashur me së bashku me Albulena Shabani Lazi, nutricioniste dhe dietologe, ku në rrjetet sociale nëse kërkoni e gjeni me faqen me Lenën në të dyja rrjetet sociale Facebook dhe Instagram dhe TikTok po ashtu. Në ndërkohë tek Poliklinika Da Vinci në Fushë Kosovë e gjeni edhe për konsulta dhe për krijimin e planeve tuaja individuale, qoftë për humbjen e peshës apo edhe shtimin e peshës, por jo vetëm, qoftë edhe për ndrimin e shprehive të ushqyerit. Në ndërkohë, ajo çka do të kalojmë tani është të shkojmë në një prej vendeve ku asnjëherë nuk lodhen duke na këshilluar. Pinea Medical Center, ata të cilët përveç janë të gatshëm të na këshillojnë që kapet tona të jenë rutinore dhe ne t'i parandalojmë shumë smundje, po ashtu janë të gatshëm të na informojnë në çdo emision tonin me këshillat e tyre. Ajo çka e veçan Pinea Medical Center janë kujdesi i tyre në ditët e veçanta shëndetësore gjithmonë duke ofruar zbritje, pakot të ndryshme, shumë shpesh gratis
konsulta dhe analiza, kjo është vetëm Pinea Medical Center, një ndër më të mirat, qoftë nga stafi profesional, qoftë nga mënyra e punimit të analizës dhe numri gamës së gjerë të analizave që punojnë. Nga Pinea Medical Center ne do të ndahemi duke ju lënë me televizionin Kanal 10 dhe materialet që kolegët tanë kanë përgatitur. Ju mos harroni me na shkru për çka do që keni në faqet tona zyrtare, në Facebook, në Instagram, në TikTok, në emailin ton portali familjajon@gmail.com apo edhe përmes televizionit Kanal 10. Të gjithë ju që dëshironi të trajtojmë tema ndryshme apo të gjithë ju që dëshironi të bashkëpunojmë përmes bizneseve tuaja me familja jonë. Mirëmbëngjes, po ju lëm në Pinea Medical Center.